Mbrëmjen e djeshme në fshatin Dragomish të Madh u organizua një iftar i përbashkët i pasuar nga dua hatme e radhës e realizuar nga nxënësit e mektebit të xhamisë në udhëheqjen e imamit Sefer Efendi Bishi. Në moment të gëzimi dhe ne sonte jo vetëm që ndajmë këtë gëzim të këtij iftari, po sonte kemi edhe një gëzim tjetër që në këtë xhamin tonë sonte e kanë kryer katër nxënës hatme Kur'anin dhe kemi masi të ham iftarin do falim akşamin dhe pastaj kemi edhe ceremoninë e hatmes të Kur'anit. Sa i përket iftarin sonte e donon një bashkëfshatar i jonë i cili gjendet në Amerikë, Elber Alimi, dhe unë e lut Allahun xhaleshanu që tash problem me mirësitë ati të pakufishme, që na ka gëzuar, na ka mbledh neve si bashkëtarë dhe gjitha musafirët që kanë erdhur na kanë vizituar, Allahu i shpërblet dhe Allahu i respektoft të gjitha. Po në këtë xhami gati thosh që 30 vite që merrem me nxënës dhe vazhdimisht të mektebi ka qenë gjallë dhe ka funksionuar dhe nuk e di edhe unë vetë sa gjenerata ka dalë për këtu, po për fat të keq që shumicën e kemi edhe jashtë. Të pranishëm në këtë ngjarje ishin edhe kryetari i komunës së Kërçovës Fatmir Dehari dhe myftyu i Kërçovës Kamil Efendi Rushiti, i cili përshëndeti të pranishmit duke theksuar rëndësinë e Kuranit si udhëthyes i jetës sonë dhe uroi nxënësit për arritjen e tyre. Të dashur vëllezër, muaji i shehtë i Ramazanit është shumë i ndërlidhur ngushtë me Kur'anin, me librin e Allahut të madhruar. Dhe fakti se pse është ashtu është për arsye se Allahu në Kur'an thotë Bismillahirrahmanirrahim, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Se muaji i shehtë i Ramazanit është muaji në të cilën ne e zbritëm Kur'anin. Fakti që në këtë muaj u zbrit Kur'ani, ky muaj merr epitetin e të qenurit muaji më i madh i vitit në kalendarin islam. Dhe gjithsesi, çdo punë, çdo ceremoni që mban brenda Kur'anin, që përfaqëson Kur'anin, domosdoshmërisht merr epitetin e asaj të qenurit i madhëruar, të qenurit i rëndësishëm, të qenurit i veçantë. Ju e dini se nata në të cilën filloi zbritja e Kur'anit ishte nata e Kadrit. Ata të cilët kryen mësimin e shkronjave të Kuranit janë Napolon Alimi, Bleron Çupi, Albion Emrullaj dhe Jusuf Aliu. Në fund të aktivitetit u shpërndan mirënjohje për pjesëmarrësit duke bërë këtë mbrëmje dhe më të veçantë për të pranishmit.